Sot shkrimi i shenjtë flet për ngjalljen e të vdekurve në fundin e kohëve. E qëllon shpesh që të vëmë re dyshim tek shumë të krishterë këtë pikë të besimit tonë. Për të mos folur për mosbesimin e plot, pastaj që kanë jo të krishterë në këtë aspekt. E pra ne për çdo të diel e ditëve të kremte në meshën shenjtë kur shpallin besojmë, përfundojmë duke thënë pres ngjalljen e të vdekurve dhe jetën e pasosur. Sepse ky është besimi i palkundur i kishës, se një ditë të vdekurit do të ngjallen. Shenjtët e parajs do të gëzojnë lumturinë e pasosur edhe fizikisht, kurse ata që gjenden në ferr mirish do të vazhdojnë të vuajnë, por edhe fizikisht atë gjendje të përjetshme të mungesës së Zotit. Prandaj shkrimi i shenjtë sot përpiqet të na ndihmojë ta rindezim këtë besim tonin që nganjëherë lëm të fiket. Leximi i parë është i shkputur nga libri i dytë i Makabenjve. Makabejt ishin një fis shumë i famshëm në shekullin e 4 para Krishtit në Izrael. E u bën pris të një qendrese të fortë në Izrael ndaj pushtimit të perandorisë maqedonase. Por fitoi perandoria maqedonase në fund të këtyre betejave të mëdha. E me fitoren e tyre deshen të impononin edhe ligjet e reja. Ndër ligjet e Mojsiut ishte që të mos hahej mishi i derrit, e donin t'i detyronin ta hanin këtë mish shumë prej besimtarëve si simbol i rënjësmohit të besimit tyre. E shumë prej tyre nuk pranuan. Një epokë martirësh pafund në Izrael në atë kohë. E na përmenden disa nga këta martirë në leximin e parë sot. Janë 7 vëllezër, të cilët vriten njëri pas tjetrit. Këta qëndrojnë deri në çastin e fundit duke përmendur fjalë që nënkuptojnë shpresën e tyre për ngjalljen edhe të trupit të tyre në fundin e kohrave. Thot i pari, ti o i pa shpirt, mi të pa shpirtët, po na e merr jetën e tashme, po mbreti i botë se di se po vdesim për ligjet e tij dhe do të na ngjall për jetën e pasosur. Thot tjetri, këto gjymtyr i kam prej qiellit e për shkak të ligjeve tia i përbuz, por shpresoj se prej tij do t'i fitoj përsëri. Edhe një tjetër, ndërsa po e coptonin, i thot mbretit këto fjalë. Është gjë e mirë të vdiset nga dora e njerëzve me shpresë të gjallë në hyjin, se do të ngjallemi përsëri, por ti nuk do të ngjallesh për jetën e pasosur. Por edhe më prekse bëhet situata kur e dim, megjithse sot në leximin e parë nuk na përmenden ato rreshta, se si e ëma atyre afrohet dhe në vend që t'i lusë që të shpëtojnë nga dora e gjakatarëve, i nxit që ta japin jetën për Zotin me sigurinë se një ditë do të ngjallen. Shpresa ishte ajo që nxiste guximin e madh. Në një formë shumë poetike, psalmisti i sotëm thot këto fjalë shumë të bukura: O Zot, më fsheh në hijen e krahëve të tu, e unë pa fajsi do ta shikoj fytyrën tënde, e një ditë kur të zgjohem do të kënaqem praninë tënde. E ky besim i Izraelit në ngjalljen e të vdekurve shfaqet edhe në faqet e Ungjillit të sotëm nga fjalët e Jezusit. Por në fakt kishte filluar në Izrael edhe një rrymë tjetër e cila e eliminonte mundësinë e ngjalljes së të vdekurve në fundin e kohrave. Ishin saducejt. E saducejt shkojnë tek Jezusi dhe kërkojnë të hyjnë në debat teologjik për ta bindur se është i kot besimi i farizejve se të vdekurit do të ngjallen. E për ta argumentuar bindjen e tyre marrin një shembull, se si një grua martohet me një burr, i cili pastaj i vdes e sipas ligjeve të Izraelit ajo merr për burr vllain e tij. E ishin 7 vëllezër, secilin e merr për burr dhe secili i vdes, pa lënë as fëmijë. E prandaj në fund përfundojnë saducejnë me këtë pyetje: tashti kjo grua në ringjallje, gruaja e cili do të jetë, sepse të 7 e patën për grua. E Jezusi me një lehtësi të jashtëzakonshme përgjigjet: bijtë e kësaj bote marrin gra ose burra, kurse ata që u gjetën të denjë të kenë pjesë në atë botë në ringjallje të vdekurve, as marrin gra, as marrin burra. Ata që mund të vdesin më janë por si engjëjt, e për arsye se e rifituan jetën me ringjallje, janë bijtë e hyjit. Kjo duket si një bindje, e thënë kështu, thjesht si formulë katekizmit, por Jezusi shkon e merr një episod nga beslidhja e vjetër në duke pa ndonjë domethënie të madhe, edhe e argumenton e tha me lehtësi të jashtëzakonshme këtë bindje se të vdekurit një ditë do të ringjallen. Kur thot e se të vdekurit do të ringjallen, vetë Mojsiu e shënoi në fragmentin mbi Kaçubën, në cilin e quajnë Zotin hyji i Abrahamit, hyji i Izakut, hyji i Jakobit. Hyji nuk është hyji të vdekurve, por i gjallëve, sepse të gjithë për të jetojnë. Shumë interesante kjo fjalë e Jezusit. Të gjithë për të jetojnë. Nuk është as kjo një formulë e thjeshtë katekizmit. Është bindja e thellë se të gjithë jemi bërë për Zotin dhe vetëm të e gjejmë plotësisht vetveten. E duke u nis nga kjo mund të shohim se si rasti që i paraqesin saducejt Jezusit është i papërshtatshëm për të marrë si argument, sepse edhe martesa është një realitet patjetër i bukur, por simbol i një realiteti tjetër edhe më të madh.
si thoshte Shëngjoni Kryqit, shfaq një realitet tjetër, edhe më real se realiteti, që është jeta jonë me Zotin. E sa jemi në këtë jetë, gjejmë format ndryshme për ta shpreh jetën tonë në shërbim të njëri tjetrit, në dashuri dhe në përkushtim total. Me përfundimin e misionit tonë në këtë jetë, shkojmë tek Zoti, tek ai për cilin në këtë botë jemi përpjekur të jetojmë në format ndryshme, në thirrje të ndryshme, por të gjitha këto thirrje kanë qenë një mënyrë për t'ju afruar atij. E zbejmë besimin tonë në disa pika, sepse ka rrezik që të zbehet krejt jeta jonë. Të mos i besojmë botës, e cila e përqesh këtë besim tonin, të mos i besojmë asatyrit krishterë që rrullin pak buzë kur bëhet fjalë për të shpallur besimin në ringjallje. Na nxit shumë bukur Shën Pali në letrën drejtuar Salonikasve kur thot vëllezër, lutuni për ne që fjala e Zotit të vrapohet në rohet, por si ndër ju dhe që të shpëtojmë prej njerëzve të mrapsht dhe të këqinj, sepse të gjithë nuk kanë fe, por hyj është besnik dhe ai do t'ju forcoj dhe do t'ju ruaj nga i keqi. I keqi këtu është shkruar me të madhe, pra djalli, i cili përpiqet që njerëzit t'i bëjnë të mos besojnë në plotësinë e fesë së tyre, të mos besojnë në të gjitha pikat e besimit tyre. Në këtë rast të mos besojmë në ngjalljen e të vdekurve, sepse e din shumë mirë se do të fuqizohej jeta jonë. E ka dëshirë që të gjejnë terren të bërisht të dobët, e nganjëherë përdor realisht njerëz, struktura për ta krijuar këtë lloj shkruajimit. Të kapemi pas shkrimit shenjtë, të kapemi pas ungjillit në të veçantë, fjalëve të Jezusit, të cilat na nxisin me ëmbëlsi të besojmë në këto realitete të bukura. E të kërkojmë ndërkaq ndihmën e shumë vëllezërve e motrave tanë në Zotin, shenjtërve pra dhe engjëjve që janë lumninë e Zotit, të cilët janë të gatshëm të dalin para Zotit të luten për ne që të na forcojë feja në këtë shtektim tonin toksor.